Të dashur shqiptar, sot do të shpjegoj origjinën e fjalës shëtis. Në fakt, origjinali është shëtit dhe është gjetur për herë të parë në veprën e Buzukut. Unë po shetat. Ç'do të thotë kjo? Buzuku ka marrë fjalën serbe po shetati dhe ka ndarë në dy pjesë dhe ka krijuar formën përcjellore të shqipes. Forma përcjellore që është përhapur pastaj edhe në dialektet arbëreshe vjen nga serbishtja po shetati, do të thotë po eci vetëm. Shetat do të thotë vetëm në serbisht. Ai që ecën vetëm është po shetati. Të jesh i vetëm do të thotë shetat. Në serbisht edhe në polonishtën e vjetër, në gjuhën çeke të vjetër, në gjuhën ruse të vjetër, gjuhën bullgare të vjetër. Në të gjitha gjuhët slave, po shetat do të thotë shëtis vetëm. Fjalë për fjalë, i bëj vizit dikujt vetëm pa shpurën time. Tani kjo është shumë e rëndësishme. Pra gjuha shqipe e ka krijuar formën përcjellore mbas kontaktit me sfiset slave. Në gjuhën arbëreshe nuk ekziston fjala po shëtis dhe po shetat dhe as shëtis dhe as shetat. Nuk ekziston fare. Nuk e njohin. Përse? Sepse gjuha arbëreshe është krijuar në more të Greqisë. Dhe arbëreshët e kanë emrin Arvanitas dhe jo arbëresh. Emri arbëresh vjen nga italishtja albanesi, arbëresh. Nuk ka lidhje fare me albanoi, sepse emri i tyre shqiptoheshte Alvanoi dhe kryeqyteti i tyre ishte Alvanopolis në greqisht. Pra, shqiptarët nuk vinë nga Kaukazi, ky është një fiz grek, Alvanoi. Më kuptoni apo jo? Tani, ne banojmë në vendbanimin e lashtë të fisit Albanoi ose Alvanoi në greqisht, por ne nuk jemi Alvanoi. Çfarë jemi ne? Përzierje të dialekteve iraniane të folura në Shqipëri, të përshkruar nga vetë grekët. Fise autoktone, por iraniane. Kjo është gjuha shqipe dhe shumë e ngjashme me gjuhën slave dhe me gjuhën e Avestanit. Fjalët e trashëguara të shqipes janë pikërisht këto fjalë. Kjo është arsyeja që ju nuk do gjeni kurrë asnjë mbishkrim shqiptaro ilir. Në fakt, emrat ilir, që të gjitha janë emra helen dhe janë emra fyes, emra shumë të rëndë. Labiatan do të thotë buz trash, do të thonë njëri nga Afrika. Fjalë për fjalë, buzët e organit femëror. Këta janë banorët e Shkodrës, Labeates. Labeakus është qyteti dhe liqeni i Shkodrës. Skodrinon është koine bashkësi në numër shumës në greqisht. Nuk është emër shqiptar. Më kuptoni apo jo? Pra të gjitha emrat e Iliris dhe të qyteteve ilire janë greke. Dhe forma e përcjellores në Shqip është krijuar nga gjuhët slave, nga pjesëza po, që është përcjellore në gjuhët slave, një lloj si në Shqip. Buzuku ka marrë formën serbe po shetati dhe e ka ndarë më dysh. Dhe kjo është bërë po shëtis, po flas, po bëj një film për ju, është mënyra përcjellore e shqipes dhe serbishtes. Një lloj. Dhe kjo është edhe në gjuhët arbëreshe, kjo forma po bëj diçka. Pra është marrë nga serbishtja. Nuk ka në gjuhë të tjera, vetëm në serbisht, polonisht, rusisht, gjuha ukrainës. E pra shqipja kështu është formuar. Pra shqiptarët nuk vinë nga Kaukazi. Gjuha shqipe është formuar, në fakt, në të gjithë Shqipërinë kanë banuar fise autoktone që flisnin një gjuhë të ngjashme me gjuhët iraniane. Për shembull, fjala dimën ekziston në gjuhën e një fisi iranian, Dima, i cili është përzën nga Irani dhe sot banon në Omar, kanë mbetur vetëm 500 folës, po zhduket kjo gjuhë. Kjo është gjuha shqipe.
E kuptoni apo jo? Kanë mbetur rreth 40 fjalë nga kjo gjuhë në gjuhën tonë. Këto janë fjalët që ne kemi trashëguar, fjalë të gjuhëve iraniane. Të gjitha fjalët e tjera janë të shtuara në gjuhën shqipe nga 37 pushtime të njohura, por ka dhe pushtime të tjera të panjohura. Një nga këto pushtime të panjohura është kultura e Komanit, që unë kam përmendur në disa filma, dhe këto janë kumanët. Gjenden në Koman, në veri të Shqipërisë, por edhe në Kumanovë, qyteti i kumanëve në Maqedoni. Dhe kultura e tyre, shigjetat e tyre, mburojat e tyre, janë pikërisht të fisëve bullgare kumane. Pra, jo europiane. Ata janë shkrirë me shqiptarët. Ne gërmojmë në Koman dhe themi që është kultura ilire. Është kulturë e fisëve kumane, që janë zhdukur, janë shkrirë, janë përzirë me shqiptarët. Po ashtu edhe evgjitët janë përzirë me shqiptarët. Dhe sot për sot ky është kërcënimi më i madh i Shqipërisë. Evgjitërimi i plotë i shqiptarëve. Kjo vjet re shumë lehtë tek shqiptaro evgjitët. Edhe grekët janë përzirë me evgjitët për fat keq dhe nuk kanë asgjë të përbashkët me helenët e lashtë. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, të dalim në shëtitje po shetiti shqiptaro serbi Dibrani Penesti, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.